Duke qenë që unë jam gjithmonë e drejt për drejt, në qoftë se për ty në Evropë kemi kusht ligjin e barazgjisë gjinore, pseudo-ligjin, që me sa di unë kam vetëm 2 vende në Evropë, Malta dhe një vend skandinav, në këtë lloj Evropë unë nuk do e doja. Kaq është. Okej, në rregull. Kalojmë. Se Brizin sot nuk e kemi lënë dhe I kërkojmë ndjesë se ta kemi markuar. Ka shumë të drejtë, se nuk duat të Një Evropë pa identitet kombëtar, pa një familje tradicionale, unë realisht vërtet nuk më bën fare përshtypje kjo e Ramës, dhe gjithçka që po bën me buxhetin, që po them, është komplet populizëm dhe butafori për të fshehur atë krim të madh që I ka bërë kombit shqiptar me atë ligj. Eksakt. Dhe e mbështes, jo se sinqerisht sepse është gjë shumë e rëndë, aq më tepër propaganda dhe mashtrimi I madh që ja kërkon BE-ja, nuk është fare vërtet, nuk ka qenë direktiv. Fare BE-s, dhe mund të shkonin dhe do na pranonin sot dhe pak të ligj. Dhe është e pakuptueshme që u bë gjithaj presion, do më falësh. U bë gjithaj presion I madh për të kaluar një ligj I cili do na dëmtojë. Se funda fare ne jemi shqiptar, kemi identitetin ton. Nuk është fare I pranuar dhe në ambje dhe nuk është se e them si politikan. Nuk ta pranon paktën pjesa dërmuese e popullsisë shqiptare. Nuk kam asgjë, nuk paragjykoj kërkën, por që të abuzohet me një lloj propagande të tillë dhe ta kalosh ligjin pa debat në mënyrë të shpejtë duke mashtruar, qoftë ai. Pa uaj që vrasi presin fakt dhe për ta vijuar pikërisht në këtë pikë, kur shkoj në vizitë e fundit takoj Melonin, pra në vizitë e 2 qeverive, Zoti Rama, pikërisht një nga mbrojtësit më të mëdha të familjes në Europë, siç është dhe Orbani, siç ka dhe shumë të tjerë, bëri dhe një 3 deklarata që këtu kaluan pa vëmendje. Tha, ne jemi për membership të kufizuar, për antarësi të kufizuar, jemi të heqim dorë nga e drejta e vetos, e Shqipërisë, pra sovranitetit, dhe të na përfaqësojë Italia me komisionerët e saj. Tani, kjo është një gjuhë servile dhe e panevojshme, sepse po të dëgjoni çdo deklaratë të kryeministrit Moldav, të Zelenskit Ukrainas dhe të kujdo tjetër thotë nuk pranojnë në mënyrë absolute të heqim dorë nga drejtat tona sovrane për të hyrë në Bashkimin Evropian. Kurse ne po heqim dorë nga çdo e drejtë sovrane për fshim mbrojtjen e familjes me idenë që të futemi nesër në Bashkimin Evropian. Po kjo nuk është rruga e dur për të futur në Bashkimin Evropian dhe nuk është kjo sakrifica, sepse qeveria në fund ditës është përfaqësuese e qytetarëve të saj. Nuk është një kompani private e cila bën marrëveshje për hesap të saj e pa konsultuar me qytetarët. Sepse nëse ti thuaj që unë në këtë vend, ky është territori im dhe unë një pjesë të vendit ja jap ekstraterritorialitet për migrantët e palishëm të kapën det një vendi. Një pjesë tjetër e fal një vendi tjetër. Një pjesë tjetër marr migrantët apo kështu emigrantët çfarëdo lloj etnie apo fe që na mujahedinët deri te afganët. Dhe këtë e bëj në emër të shqiptarëve që më kanë votuar mua për të hyrë më shpejt në Bashkimin Evropian, kjo mendoj që është një hipokrizi në rastin më të mirë të fjalës. Po fakti që I poecëm më fal. Që për mendimin tim këto janë mendime kombëtare, afatgjata, që nuk mund t'i marrë një qeveri përkohshme dhe një kombi përkohshme. Dhe Sazanit, edhe e ligjit për barazinë gjinore, këto janë që duhet hedhur në referendum. Nuk janë kursesi vendimet përkohshme të një personit të qeverisë përkohshme. Dhe është shenjë e mirë që në fakt kanë filluar iniciativat për referendum edhe për ligjin e barazisë gjinore. Ska ligj për referendum, e ka kushtetuta apo ska ligj. Absolutisht. Kjo është detyra e PD-s që edhe qoftë një deputet I vetëm mund marrë iniciativën për të hartuar një ligj për referendume. Çipa. Shkon, duhet mendojmë që të ndanë 2 konceptet. E para njërë, procesi integrimit dhe mbyllja e gjithë kapitujve si hapje është një sukses. Dhe I besoj së thënës në raportin e Bashkimit Evropian që ajo që u bën nga Shqipëria në këto 2 vjet nuk është bërë për 10 vjet nga një vend që ka qenë para nesh, siç ishte Serbia. E dyta, për çështjet marrëveshjeve bilaterale, sikundërisht ajo e 2 mbledhjeve, meriton që opozita, të paktën në të drejtën legjitime të saj, të thrasë një interpelancë së pari kryeministrin për të bërë një recensë të drejtë për së drejtë mbi tekstet e gjithë marrëveshjeve, 12 marrëveshje, 16 marrëveshje, nuk duhet jem korrekt me numrin aritmetikor, që ne të shikojmë se cilat janë, le të themi, edhe risqet, edhe ato të drejta të te I kaluara që janë. Kam idenë që këto marrëveshje ratifikohen parlamentin shqiptar. Jo do mos dëshmërisht të gjitha. Se janë disa marrëveshje që bëjmë vetëm në nivel qeverie dhe nuk ka nevojë të ratifikohen. Kjo është çështja. Dhe është e drejtë çdo deputeti, leve pastaj e grupeve parlamentare, që të kenë tekstet e marrëveshjes. Për çfarë është firmosur dhe çfarë është vendosur.
Ndërsa pjesa tjetër, ne kemi krijuar një kulturë, le të themi një mendësi shoqërore, që ne kemi besuar faktorit të tretë, arbitrit, dhe në momentin që ne përshpejtojmë procesin e integrimit, ne kemi iluzionin që ai arbitri do të jetë më prezent në çdo seancë apo në çdo episod të ndeshjes politike që kanë dy palët në jetën institucionale të vendit. Dhe unë këtë gjë e quaj një gjë inkurajuese, nuk e quaj një gjë. Dhe fakti që zoti Rama si kryeministër mbaroi, le të themi, në Bruksel dhe shkoi menjëherë në Hollandë, është një gjë pozitive. Diplomacia në kushtet në të cila ndodhet Shqipëria nuk është më një nevojë thjesht për kontekstin gjeopolitik. Është nevojë për pozicionin që kemi ne si një vend që tashmë kemi edhe një peshë specifike në rajon, nuk është më jo për shkak se këtu tash mund të bie, por kjo është një gjë e vërtetë. Pesha specifike e Shqipërisë sot në Ballkanin Perëndimor nuk është ajo që ka qenë para 10 vjetësh, para 20 vjetësh jo, po është për arsye të konteksteve. Këtë duhet ta themi. Edhe Kosova. Dhe këtë gjë duhet ne, sidomos se ne jemi akoma shoqëria me që shënojmë kuotën më të lartë le të themi të europianizmit si frym. Vendet e tjera e kanë të bjerur. Treguesit janë që ata kanë zbritur në 62%, apo në 30%, ne jemi akoma ke në Serbi vetëm 42% e mbështesin atë dhe më pak se 10% NATO. Pikërisht. Serbia është tjetër Jo, realitet. Është tre vendet që kanë hapur pjesën më të madhe të Macedonisë e Veriut. Tjetër tregues në raport me ne. Okej.